Live from Tirana në Top Albania Radio. Miq, Juri përshëndes në transmetim të drejt për drejt 11:09 është ora eksakte në këtë moment dhe do të bëjmë një bisedë shumë interesante në studio me një vajzë shumë interesante, mirë se vjen në program, Loreta Caka, isha korrekt apo jo? Psikologe për të diskutuar një temë shumë interesante e cila lidhet natyrshëm dhe ndjeshëm me gjatë gjithë muajit të dhjetorit. Muaji dhjetor konsiderohet si një prej muajve më të bukur të vitit për shkak të ngjyrave rrugëve të qytetit, për shkak të pemës, edhe ajo ka studime që flasin që prodhonin hormonin e lumturisë tek njeriu, rrit lumturinë natyrshëm, por gjithashtu edhe dhuratat apo gjithë këto proceset, festat e punës, takime me familjarët e tjerë. Ama ka një kategori tjetër njerëzish që edhe mund të pëstojnë ndonjë mini stres të vogël ose ndonjë tendencë depresive gjatë dhjetorit, për mos shkuar tek janari i cili ka plot tendenca për gjë të tillë, sepse bëjmë bilancet e si ka shkuar viti. Më fut pak në linjë, si ndikon drejt për drejt dhjetori, muaji i festave në aspektin psikologjik tek ne? Atëherë, siç edhe ti e ceke, muaji dhjetor është një muaj ku ne praktikisht mbyllim një kapitull prej 12 muajsh të jetës sonë dhe bëhemi gati për të rinisur një kapitull të ri, pra që nis me janarin. Kjo gjë përpos pjesës së festave, zbukurimeve, përgatitjeve që ne bëjmë për festat, është edhe reflektimi që ne bëjmë me veten. Pra, ne vendosim disa pika që duhet të arrijmë për këto 12 muaj dhe në përfundim të këtij 12 mujori bëjmë një reflektim me veten se çfarë kemi arritur dhe kjo gjë shpesh na shkakton stres ose ankth kur ne shikojmë se disa gjëra nuk i kemi arritur. Kjo gjë është normale sepse në 12 muaj jo çdo gjë mund të arrihet se ç'na mbeti pastaj për 12 muajt e ardhshëm dhe jeta është goxha e gjatë. Por që kjo gjë sjell dhe stres, gjithashtu edhe lodhja e përditshme që mund të kemi. Siç e përmende dekoret e festave, për shembull ndezja e dritave, atmosfera që sjellin festat, në tru çlirojnë pjesën e dopaminës dhe ne kemi një hormon lumturie më të lartë gjatë përgatitjes. Por për njerëzit që janë të stresuar dhe të lodhur goxha nga puna, kjo gjë shpesh sjell një mbistimulim dhe ne ndihemi paksa të lodhur, nuk e kemi ato dëshirën e plot. Kjo është në varësi të kategorisë së njerëzve. Pjesa më e madhe festojnë dhe kënaqen. Qartë, vetëm nëse mundesh, mund të afrosh pak mikrofonin më afër vetes dhe qëndrojmë sa më afër ti që të dëgjohemi domethënë më mirë tek publiku. Pse disa njerëz i përjetojnë festa me energji pozitive ndërsa të tjerë përkeqësohen emocionalisht. Mund na i bëni këtë ndarje, domethënë pse ndikon kjo gjë? Se janë shkaqet? Atëherë, shkaqet mund të jenë të ndryshme, siç mund të jetë për shembull lodhja e përditshme, mos arritja e disa pikave që mund të kenë vendosur, problemet ekonomike, mund të jenë pastaj edhe disa raste që njerëzit mund të kenë probleme familjare. Do të thënë ka disa faktorë që i bëjnë njerëzit i përjetojnë këto festa nga ana emocionale negativisht, le të themi. Sa pjesa tjetër që kanë arritur disa gjëra, disa pika që kanë vendosur, janë pak më të lumtur, i presin me shumë dëshirë, domethënë festat. Cilat janë emocionet më të zakonshme që njëri mund të përjetojë në 360 gradë në dhjetor? Po, emocionet mund të jenë të ndryshme. Kjo është pak relative, domethënë në varësi të personave, nuk do ishte pak e tepër nëse do i fusja në një grupim. Për shembull, nëse do flisja unë për veten time, ka momente që jam shumë e lumtur dhe ka momente të tjera, ka momente të tjera kur them prit pak se po arrin fundi, ke një 2-3 pika që nuk i ke arritur dhe i niveli i lumturisë bie. Pra në varësi të personave mund të perceptohen edhe emocionet, domethënë varet se si jeta e tyre ka marrë për të perceptuar se si ato i ndjejnë këto emocione në këto ditë festash. Çfarë domethënë në dhjetor, sepse në janar unë e di që ka një numër të lartë të rritjes së stresit, konsiderohet si muaj më i gjatë i vitit, konsiderohet dhe muaj si muaj shumë depresiv. Në aspektin psikologjik dhe
për shkuarjen në, domethënë për proceset për të atakuar një psikolog apo për probleme të shëndetit mendor. Dhjetori si konsiderohet, me numër më të lartë përgjithsisht apo numër më të ulët? Tani, nuk besoj se ka ndonjë dallim nga muajt e tjerë, duke qenë se edhe Ceka. Jo, për shkak, them këtë, për shkak se janë gjithso emocionet pozitive të festave, të dritave, të emocionet pozitive që marrin, a mund të ndikojë për të pasur një ulje të problemeve të shëndetit mendor, them? Po nuk vetëm se je i lumtur në një muaj nuk do thotë që problemet e shëndetit mendor mbarojnë aty. Por mund të ngrim përkohësisht, pra për dhjetorin. Po, është thjesht një stimulim që i bëhet i përkohshëm, por problemet e shëndetit mendor nuk mund të lihen pas dore vetëm sepse ti ndihesh në një moment të jetës tënde, pra siç është ky muaj ti ndihesh i lumtur. Sepse është njësoj kur ti ke një problem nga ana shëndetësore, fizike dhe ti në një moment ndihesh mirë sepse ilaçet kanë bërë atë efektin e tyre në atë periudhë kohore, ti nuk mund ta lësh pas dore sepse ajo me vërtet ka stopuar për pak kohë, por mund të rikthehet herë 2 më pas. Me një efekt më të rënd, më të madh. Absolutisht, sepse nuk e dim se çfarë sjellin muajt pasardhës, sidomos janari, se siç dhe ju e thatë, duket si muaj më i gjatë, është muaj më stresues, futemi në një kapitull të ri, domethënë ka shumë gjëra dhe nëse ti ndjenjat e tua mendon se ti je mirë dhe i ke stopuar në këtë muaj sepse ndihesh i lumtur prej gjithë gjërave që ky muaj sjell, bukuria e festave, emocionet pozitive etj, ndoshta në janar mund të jetë pak më negative si gjë. Do të më shpjegosh vetëm pas pak se do t'i bëjmë një parashikim janarit që pse ndodh ky transformim nga një muaj shumë me hiperaktivitet, me takimet pafundme, me festa pune dhe pastaj ndodh një blackout total në janar dhe si ndikon kjo në trurin tonë, në emocionet tona, në gjendjen tonë shpirtërore dhe se si mund ta ruajmë balancën, një shkrirje fantastike mes fundit të dhjetorit dhe fillimit të janarit, por vetëm pas pak reklama, rikthehemi shpejt në program. Në këtë moment po diskutoj me Loretën, psikologe. Se qesh? Se si më duket ky termi kur ma thon shpesh psikologe. Psikologe është bukur. Pavarësisht që sot njerëzit domethënë në një farë forme, se nuk do dohet përmendja fjalën zëvendësim, e përdorin në ChatGPT-n si një formë psikologu, fatkeqësisht po, por nuk është mënyra e duhur. Ke domethënë pacient, nuk do dohet të thojë klient që të vinte këty pasi kanë bërë disa konsulta me ChatGPT-n? Po, edhe nga ata që kanë krijuar varësi. Vërtet? Po. Si ja shpjegon ti këtë? Që domethënë si analizon çfarë argumente shtron në tavolinë që nuk është gjë e dur? E para dhe kryesorja, nëse diçka nuk ka empati emocionale, nuk është gjë e dur. Gjëja më e thjeshtë, më elementare për të mos u futur më thellë. Po, rikthehemi tek festat. Lor, pse ndodh pra ky blackout që unë përmenda pak më parë nga dhjetori në janar dhe nëse ti si psikologe mund të na jepi disa këshilla, se në fakt nuk është dhe ai shumë herët, ose dhjetori ecën shpejt dhe mund të shkruajmë disa gjëra që mund t'i bëjmë më mirë këtë dhjetor dhe fillim janari, por të mos e përjetuar atë blackoutin që na ndodh në fillim të janarit, që na duket i shpifur, na duket i gjatë, na duket depresiv. Çfarë ndodh dhe si mund ta bëjmë më mirë janarin ton pas festave? Atëherë, blackouti fillon sepse niveli i dopaminës këto kohë festash është goxha i lartë dhe kur hyn janari të gjithë gjërat shuhen, duke filluar nga zbukurimet që ne kemi përgatitur gjithë dhjetorin që hiqen, drita nuk ka më, festa, zhurma, takime mes miq. Pra ne i kthehemi një rutinë që është puna dhe përditshmëria jonë. Kjo gjë ul nivelin e dopaminës dhe kthen atë rutinën që për hir të vërtetës askujt nuk i pëlqen. Disa këshilla që unë mund të jepja është që këtë dhjetorin mos ta marrim kaq zhvrullshëm vetëm me festa, por të mundohemi të bëjmë që tani një hartim të gjërave që duam për në vitin e ardhshëm, pra mos i lëm të gjitha për në janar, duke i vënë vetes ato pikpyetje çfarë duhet të arrijmë, çfarë duhet të bëjmë. Pra të fillojmë dhe ta zbusim këtë nivelin e adrenalinës që kemi gjatë këtyre festave, por të mundohemi të jemi pak në punë, le të themi, në thonjza. Do ishte mirë, nuk po them gjatë gjithë ditës, sepse absolutisht është jo normale se të gjithë duam të festojmë, por
një orësh në darkë para se të flem do ishte gjëja ideale për të punuar pak me veten dhe me planet që duam të arrijm për kapitullin e ri që nisim në janar. Gjë tjetër që mund t'ju thoja është janari me vërtet mund të duket i gjatë, por realisht është një muaj si gjithë muajt e tjerë. Po pse na duket aq i gjatë? Çfarë efekti psikologjik shkaktohet në trurin tonë që ne na duket merrsisht i gjatë? Nga që dhjetori është shumë i vrrullshëm. Okay. Duket sikur fillon shumë shpejt dhe mbaron më shpejt se sa ka nisur. Sepse je gjatë gjithë kohës me gjëra që ti don të japin emocione pozitive, aktivitete, festa, po. Ndërsa janari është pak si shumë i zymt, është më gri, nuk ka shumë ngjyra, siç jemi mësuar në dhjetor. Dhe kjo gjëja na streson. Nuk e duam. Dhe prandaj ne na duket shumë i gjatë, sepse një muaj që mbaron, ne na duket sikur mbaron shumë shpejt, sepse realisht është një muaj si janari, si dhjetori, të njëjtat ditë kanë, por pjesa e festave, e argëtimit, gjërat që ne na pëlqejnë, pushimet mbi të gjitha, nga punët, nga gjërat që kemi më shumë pushime, ndërsa në janar kurse kemi kaq pushime, me thënë të drejtën, në përpunë. Është i gjithë muaj i zënë dhe me angazhime. Përveç faktit që është bukur të bësh dhe të marrësh dhurata në aspektin psikoemocional, çfarë ndikimi kanë dhuratat që marrim, por njëkohësisht edhe ato që bëjmë. Pra ti mendon që duhet të bëjmë dhurata? Atëherë ne duhet të bëjmë dhe duhet të marrim dhurata. Është një stimulant shumë i këndshëm për njeriu, sepse tregon për kujdesje, tregon që dikush të mendon ose ti e mendon, pra tregon një lloj vlerësimi dhe kjo gjëja ne të gjithëve na bën të ndjehemi mirë. Por nga ana tjetër, pjesa e të dhuruarit, pra njerëzit që dhurojnë dhurata, kanë dhe pak pjesën e stresit. Sepse çfarë dhurate do i bëjnë personet, a do i pëlqej, as do i pëlqej. Pjesa ekonomike është një tjetër faktor që për hir të vërtetës ndikon, sepse në ditët e sotme të fut pak në stres. Po, në ditët e sotme nuk është si më përpara. Ne e kemi shumë këtë jetën e luksit dhe duam gjithmonë ku dhuratën më të mirë. Por nga ana tjetër e dim që ekonomia në Shqipëri shpesh herë, flasim përgjithsisht, jo por përgjithsisht nuk na jep atë luksin për të bërë dhurata të shtrenjta gjithmonë. Kjo gjë është një tjetër faktor që ndikon në anën emocionale, stresante kur ne përgatisim një dhuratë për dikë. Po ato që janë të vetmuar që këtë fund vit janë pa të dashurën e tyre, pa partnerët respektiv, mund të kenë humbur dhe dikë, fizikisht, familjar të tyrin, mund të jo dhe vetëm të braktisur nga shoqëria. Çfarë do i këshilloje të bënin këtë fund vit nëse ndihen vetëm? Për të mos ta përjetuar se ju e thatë sa bukur është marrësh dhuratë, ndihesh i vlerësuar, ndihesh që dikush ka menduar për ty. Po kur s'ke njerëz e dur për të marrë dhuratë, s'mendojnë për ty, nuk të bëjnë një dhuratë. Çfarë duhet të bëjnë këta njerëz? Shiko Ronaldo, ti ke shumë të drejtë kur je vetëm dhe nuk ke njerëz, qoftë nga ana sentimentale, shoqërore, apo ndodhesh një moment në jetë që ndodhesh vetëm. Absolutisht, por nuk duhet harrojmë që personi më i rëndësishëm jemi ne, është vetja jonë. Në qoftë se ne nuk duam veten tonë, të bëjmë një dhuratë vetes? Absolutisht. Është dhurata më e bukur. Të duash veten, ti blesh diçka vetes tënde. Okej, e kuptoj edhe pjesën që shumica mund të thonë, po shiko prit pak se nuk është njësoj sikur të ta dhuroj dikush tjetër sa ai po mendon për ty. Por ma besoj që po të mendosh ti për veten tënde, kanë menduar edhe shumë të tjerë për ty, se nëse ti nuk mendon për veten tënde, as të tjerët nuk do mendojnë. Në këtë periudhë dhe në këtë botë që po jetojmë, është shumë e egër. Dhe jo gjithmonë e dim se si ai ka menduar për ne. Ndërsa vetja jonë mendon gjithmonë pozitivisht për ne. Ose të paktën do duhet të ishte kështu siç e the, se ndonjëherë harrojmë duke menduar shumë për të tjerët, e harrojmë atë që është primare, që është vetja jonë. Dgjoj, Lor, cila është stresa më vulnerabël apo mosha më vulnerabël gjatë muajit dhjetor? Fëmijët, të rriturit apo të moshuarit? Kush janë ato që bëhen më emocional gjatë dhjetorit, mund të ndihen edhe keq?
Atëherë, pjesa e fëmijëve nga ana emocionale janë shumë të lumtur. Janë on top. Jo babagjyshi, jo Santa Claus, janë këto, jo programet për fëmijë. Të gjitha. Do të thënë është çdo gjë siç ata duan. Po shija tek Digitalbi, tek shërbim video on demand, tregon se kush janë filmat mund të shikuar gjatë këtij muaji dhe Home Alone, pra i vetëm në shtëpi, ishte në vendin e parë apo të dytë diçka e tillë për filmat për Christmas, bizotërojnë këtë periudhë dhe fëmijët i duan shumë. Normal. Pastaj pjesa tjetër, të moshuarit kanë përshtypjen se duhet të jenë më të moshuarit, sidomos të moshuarit që i kanë fëmijët jashtë. Të moshuarit që i kanë fëmijët jashtë, të moshuarit që janë të sëmurë, të moshuarit që ndoshta nuk kanë familjen fare afër, por që jetojnë nëpër azile. Këto janë shtresa që mund t'i përjetojnë thellësisht keq festat, sepse ata mendojnë kaloj dhe një vit tjetër dhe unë prap vetëm. Në këtë moshë që jam. Kush nuk i troket për vitëri siç mund të jenë mësuar në traditat e shqiptarit kur kanë jetuar në shtëpitë e tyre. Po, sepse duhet ta theksojmë që më përpara traditat e festave kanë qenë shumë më të bashkuara se në ditët e sotme, kështu që për gjyshërit tan, le të themi, kjo gjë është paksa shumë e vuajtur emocionalisht kur ata ndoshta nuk kanë fëmijët, familjarët apo njerëzit e dashur pranë. Ndërsa për brezin e mesëm, le të themi, është diçka që kalohet pozitivisht, negativisht, me luhatje, më varet. Mix emocionesh, duke bërë bilancë lekësh, emocionesh, po janë më aktiv me jetën edhe kanë edhe mundësinë për ndryshim, ndërsa i moshuari thot sot jam dhe nesër nuk i dihet. Mirë, cila është gjëja kryesore, themi në fund të intervistës, që ti do të këshilloje dëgjuesve në këtë muaj dhjetor për të pasur një shëndet emocional të mirë? Duhet që dhjetorin ta mbyllim paqësisht me veten. Çfarëdo gjë që nuk kemi arritur, nuk e kemi arritur për një arsye. Jeta është shumë e gjatë dhe kemi kohë për ta arritur. Ta mbyllim këtë muaj paqësisht dhe le të nisim një kapitull të ri me prioritete, me rrugë të reja dhe me dëshirën për të vazhduar dhe për të ecur përpara. Qartë, bukur, më pëlqen shumë edhe zëri yt që ngjit, shkon tek audiencë se kanë përshtypjen dhe është shumë ka një efekt qetësues kur e dëgjon, nëse mbyll syt patjetër, sidomos ato që janë duke na dëgjuar në radio tani. Falenderoj shumë që ishe në programin e dashur. Faleminderit shumë. Për një ditë të mbarë në vazhdim edhe dhjetor sa më të bukur. Faleminderit edhe për ju. Mirë, ne rikthehemi pas pak në program, ridëgjojmë shpejt.